Përshëndetje. Duket se numërimi i votave erdhi fundi dhe natyrisht që fushata 2025-s e uli si parin edhe për këto zgjedhje. Dhe ky është një moment për falënderime dhe për reflektime. Dhe unë duhet ta nis nga ndjesia personale. Personalisht, fushatën elektorale të 2025-s e konsideroj si gjën më të bukur që më ka ndodhur gjatë gjithë rrugtimit tim politik. Jam shumë krenar për fushatën që kemi bërë. E kam shijuar jashtëzakonisht shumë, sepse jam takuar, kam biseduar, jemi përqafuar, kam shtrënguar me mira duar, me mira njerëz nga gjithë Shqipëria, nga Gjirokastra, Saranda, Vlora, Lumi Vlorës, Berati, Dimali, Drenovica, Samatica, Korça, Devolli, Maliqi, Durrësi, Kruja, Elbasani, Cëriku, Tirana, Rogozhina, Kavaja, Dibra, Lezhë, Miloti, Mirdita, Shkodra, Kopliku, me mira njerëz. Dhe më bërë të kuptoj se kush është esenca e të qenurit politikan. Nuk është ajo ecja në karrierë. Esenca e kënaqësisë të qenurit politikan është të duan njerëzit. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se kur të duan njerëzit. Kur njerëzit vinë të përqafojnë, duan të bëjnë fotografi me ty, ajo është kënaqësia më e madhe. Sinqerisht, e kam shijuar jashtëzakonisht shumë. Edhe për shkak se bisedat me ju më hapën syt. Natyrisht unë vija nga Tirana, unë Shqipërinë e njihja nëpërmjet të dhënave të Instatit, raportimeve që vinin nga Ministria e Financave, apo raporteve kombëtare apo ndërkombëtare. Por ju më hapët syt, ju më treguat Shqipërinë e vërtet. Dhe jo vetëm atë, po më treguat se kush është realisht qeliza bazë e politikbërjes. Kush duhet të jetë qeliza bazë e politikbërjes. Nuk është kjo arkitektura legjislative, e miratimit të ligjeve, VKM-ve etj. Jo. Është marrëdhënia mes politikanit dhe qytetarit, ky kordoni i transmetimit të respektit dhe dashurisë mes politikanit dhe qytetarit, ai kordoni që i lidh, e që transmeton respekt dhe dashuri në mënyrë të ndësjellët. Kjo qëndron në themel të politikbërjes. Dhe ju ma treguat të dhe unë jam jashtëzakonisht shumë mirënjohës. Sepse vërtet fushata elektorale e 2025-s ishte ndriçuese për mua. Një falënderim tjetër jashtëzakonshëm shkon për ata 65.000, ndoshta diku tek 70.000 deri në fund, njerëz që na kanë votuar. Ata janë heronj. Ngjarjet si Shrodhën treguan që ata janë heronj. Sepse përpos gjithë presionet që vinte nga deformimi që i bëi vullnetit të njerëzve nëpërmjet administratës publike, nëpërmjet tatimorëve, nëpërmjet joshjeve që vinin me shpërblime, me falje gjobash, me legalizime, etj, ata zgjodhen të ishin njerëz të lirë dhe ata janë heronj për mua. Dhe unë i përqafoj të gjithë ata që na kanë votuar. Sepse vërtet kanë treguar që janë heronj, që rezistuan, që treguan që janë njerëz të lirë, luftuan për të qenë njerëz të lirë. Sepse këto zgjedhje treguan që presioni ka qenë jashtëzakonshëm. Trysnia për të deformuar dhe rezultati deformuar i vullnetit të zgjedhësve ka qenë jashtëzakonshëm. Dhe unë prandaj dua t'i falenderoj një nga një, t'i përqafoj një nga një ata njerëz që arritën që të forcën të ishin njerëz të lirë. Dhe jam jashtëzakonisht shumë mirënjohës sepse na ndihmuan në misionin ton për të çarë sistemin, sepse sot që flasim, ne vërtet i kemi hapur një vrim sistemit, si vrima në fuqinë e verës, si thoshte Tigu në fjalime. Pra, jo thjesht prej faktit se ne kemi futur një deputet në parlament, nuk është kjo çarja e sistemit. Çarja e sistemit është fakti që sot, fal jush, fal 65-70.000 votave që kemi marrë, dhe fakti që ne sot kemi vetëm një deputet, kemi bindur të gjithë Shqipërinë që ky është një sistem i manipuluar, i ndërtuar për të deformuar vullnetin e qytetarëve dhe për ta çuar në interes të atyre që kanë pushtetin. Sot nuk ka shqiptar që nuk e di. Fal jush, fal faktit që ne kemi marrë 65.000-70.000 vota dhe kemi vetëm një përfaqësim në parlament. Kjo është çarja e sistemit. Dhe që e kemi bërë me sukses.
Natyrisht që fal deformimit të vullnetit tuaj dhe ngjarjeve, anomalive të jashtëzakonshme që ndodhen në këto zgjedhje, sepse anomali quaj faktin për shembull që në një kuti me 330 vota, 320 janë për pushtetin. As në kohën e Enverit. As në kohën e Enverit nuk ndodhte kjo. Përsëri ju qëndruat. Dhe kjo të mbush me shpresë për të vazhduar më tej. Duket si e pa shpresë situata, sepse do thotë, jo, ky ka marrë 83 etj. Jo. Është me shpresë sepse këtu nuk mungojnë njerëzit që nuk kanë frikë, nuk mungojnë njerëz të lirë. Dhe kjo të mbush me shpresë për të vazhduar luftën. Natyrisht lufta është më e vështirë tani. Nuk diskutohet. Po të vazhduar të luftës është vetëm alternativë që ke. Dhe do duhet ta vazhdojmë. Kështu që unë duke ju uruar të jeni mirë në familjet tuaja, me shëndet, ju ecë sa më mbar, duke ju premtuar që do vi t'ju takoj sa më shpejt, që të gjithëve, përsëri për një kohë shumë të afërt besoj. Ju them qëndroni. Qëndroni. Kjo nuk është Shqipëria që shkon në Bashkimin Evropian. Mos shikoni mbështetjen që merr nga një lider apo një tjetër. Liderat e Bashkimit Evropian më tepër se sa hallin e Shqipërisë dhe shqiptarëve që kanë demokraci apo kanë mirëqenie, kanë hallin e kampeve të refugjatëve dhe janë gati të përqafojnë edhe vetë djallin vetëm për të gjetur një zgjidhje për çështjen e refugjatëve. Dhe këtë e pam jo vetëm me qëndrimin e Italisë, por edhe me atë të Francës, të Gjermanisë. Pra ata kanë hallin e tyre, por ata kur të vi puna do t'ja tregojnë të vërtetën në sy të gjithëve kur të vi puna për anëtarësinë në Bashkimin Evropian, sepse Shqipëria që prek vullnetin e njerëzve në 2025-ën nuk është një vend që meriton të ulet në atë familje. Dhe shpresoj shumë që të jetë afër dita kur kjo të na bëhet e qartë që të gjithëve. Dhe do të jetë shumë e afërt kjo ditë. Por e rëndësishme është që ne të gjithë e kemi kuptuar. Ne të gjithë e kemi kuptuar që ky nuk është vullneti real. Ky është një vullnet i deformuar. Dhe u përpoqën dhe ju shkau këmba e deformuan kaq shumë se patën shumë frikë. Dhe kjo është një arsye më tepër për vazhduar. Edhe për te faktit që ne do të vazhdojmë sepse na duhet të luftojmë. Sepse lufta është vetëm një alternativë që na ka mbetur. Kështu që me kokën lart, mos u dekurajoni, lufta do të vazhdojë me vështirësi më përpara, por është vetëm një alternativë që kemi. Dua shumë.